Vllaznia në basketbol për meshkuj po kalon nga fitoria në fitore. Rallën këtë javë ka patur Fieri Basket, skuadër që ishte mysafire në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Ndeshja vlefshme për javën e 7 të Superligës kishte në fushën e lojës vetëm një skuadër dhe ajo ishte Vllaznia. Djemtë e drejtuar nga Eni Llazani dominuan takimin nga fillimi deri në fund, që për cilën flasin dhe shifrat e periodave. Me 11 pikët plus të fiksuara në përfundim të periodës së parë, 25-14, Vllaznia kishte më të lehtë administrimin e lojës, por duke shtuar dhe fitoren e periodës së dytë 33-19, ku çblut shkojnë në dhomat e zhveshjes me plus 25 pikë. Ritmi pozitiv vjen dhe në periodën e tretë, ku Vllaznia fiton në shifra 30-14, ndërkohë që e vetmja periudhë që rezultati tenton të ketë rivalitet është e katërta. Edhe pse Miqnafieri ka një përmirësim të lojës, përsëri shkodranët fitojnë 20-19. Shifra këto që në përfundim fiksojnë rezultatin 108 Vllaznia, 66 Miqnafieri, duke mbyllur këtë fitore me 42 pikë avantazh. Pikët e Vllaznisë në këtë ndeshje janë të shpërndarë në disa lojtarë, ku në krye qëndron Thomas Justin me 23 pikë për të vijuar me Antonio Briz dhe Arnold Arlando me 18, Bryant Julian 16, Robert Shestani dhe Clyde Kirime nga 12 pikë dhe Parker Ashton me 9 pikë. Pas ndeshjeve të javës së 6, ku Vllaznia mbyll me vend të 4 në renditje, kampionati kombëtar i Superligës ndërpritet për t'i lënë vendin ekipit kombëtar që do të zhvillojë 2 ndeshje të rrallës në 27 nëntor Slovaki-Shqipëri dhe 30 nëntor Shqipëri-Kosovë, takim që ky i fundit do të luhet në Shkodër.